وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. Allahun e faleminderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selam i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre që pasuan në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nga emiri i besimtarëve Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu transmetohet se ka thënë e dëgjova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke na thënë: Innamal a'malu binniyat, tha me të vërtet veprat tek Allahu gjykohen sipas niyetit. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dhe çdo kush, çdo njeri do ta marrë si shpërblim tek Allahu çka ka pas për niyet, çka ka pas për qëllim. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, e kush bën hijrat, kush emigron për hir të Allahut dhe pejgamberit të tij, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Shpërblimi i emigrimit e hijretit të tij është e ka tek Allahu dhe te pejgamberi i tij. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, e kush bën hijret, emigron për diçka, domethënë tek kësaj dynjaje që i konvenon atij dhe ai e arrin ata, au imra'atin yankihuha, apo bën hijret që të martohet thot me ndonjë grua, fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Hijreti i tij është domethënë për çka ka bë hijretin dhe emigrimin. Hadithin e transmeton Imam Buhari dhe Muslim. Ky hadith domethënë përmban një kuptim shumë të madh në jetën tonë si besimtar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëpërmjet këtij hadithi na mëson se na si besimtar çdo vepër të cilën e bëjmë, domethënë duhet ta bëjmë vetëm për hir të Allahut të Madhërisëm. Ta synojmë kënaqësinë e Allahut të Madhërisëm dhe jo të synojmë lavdatat e njerëzve. Çfarë ishte shkaku që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e tha këtë hadith, e dha këtë porosi dhe na tha këtë këshill? Shkaku ishte se kur muslimanët që ishin në Mekë kishin domethënë tortura të mëdha, kishin presion të madh nga mushrikët e Mekës dhe nuk kishin mundësi që ta praktikojnë fen ashtu siç duhet, i urdhoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të bëjnë, domethënë që të emigrojnë, ta braktisin Mekën dhe të shkojnë në Medinë. Mirë, po braktisja e vendit vet nuk ishte aq e lehtë, sepse dikush duhej të ta linte mallin e tij, dikush duhej të ta linte familjen e tij, dikush duhej të ta linte biznesin e tij e kështu me radhë. Kështu që, domethënë, se ky emigrimi kërkonte një sakrificë shumë të madhe. Dhe duke qenë se besimtarët u pajtuan me këtë, që t'i lënë të gjitha, t'i lënë shtëpijat, tokat e tyre, bizneset e tyre, familjet e tyre t'i lënë, vetëm të shkojnë në Medinë dhe që ta forcojnë Islamin. Duke qenë se kështu, kjo faktikisht normal se ishte një sakrificë shumë e madhe, një sprovë e madhe për ta. Kishin domethënë dhimbje, pse e linin vendin e vet, e linin Mekën. Mirë, po ndërkohë ishte domethënë në mesin e tyre një djalë dhe një vajzë, të cilët kishin dëshirë që të martohen, mirë po rrethanat, banorët e vendit nuk i linin që të martohen ata. Dhe këta çfarë bën? U ju bashkangjitën këtij grupit muslimanëve dhe domethënë që të shkojnë në Medinë bashkë me këta. E dikush e pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, na i lam me familjet e tona, i lam tokat tona, bizneset tona për hir të Allahut. E këta nuk vinë para qëllim. Këta vinë domethënë vetëm që të martohen atje. A e kanë këtë shpërblim sikur na?" E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha: "Ai i cili emigron për hir të Allahut edhe të pejgamberit të tij, shpërngulja, hijreti i tij, shpërblimin e ka te Allahu. Ai që shkon domethënë për diçka tjetër, domethënë ai e ka çat për të cilën e ka pas për qëllim." Ky hadith është domethënë një hadith madhështor, saqë domethënë dietarët e mëdhenj kur kanë shkruajtur libra, këtë hadith e kanë vendosur në faqen e parë të librit, sepse është domethënë një hadith shumë i madh. Një hadith i cili na mëson se na si musliman çdo vepër të cilën e bëjmë, duhet domethënë që ta bëjmë për hir të Allahut. Sepse na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po edhe Allahu në Kur'an,
se një njeri I cili vepron vepra të mira, e fal namazin, jep zeqat, shkon hax, ndihmon të tjerët, mirë po, në vetveten e tij nuk e ka për qëllim që ta kënaqë Allahun, por e ka për qëllim që t'i fitojë lavdatat e njerëzve, domethënë ky njeri nuk fiton kurrë shpërblimit të Allahut. Ky njeri, kjo vepër domethënë I bëhet shkrumb edhe hi para Allahut Madhërisëm. Kështu që domethënë duhet jemi të kujdesshëm që veprat të cilët ti bëjmë vetëm për hir të Allahut të Madhërisëm. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, ai I cili I bën veprat për njerëzit, për lavdatat e njerëzve, ai shembulli I tij thot është sikur shembulli I një njeriu I cili ka marrë një thes e ka mbush me dhe. E ka mbush me dhe edhe e mban mbi shpinën e tij. Edhe u thon. Ai thesi që e bartën, nuk I bën kurrë fardobie, nuk I duhet në rrugtimin e tij, po vetëm se I shkakton vështirësi. I shkakton vështirësi, ja vështirëson rrugën dhe nuk ka kurrë fardobie prej asaj. Kështu është një njeri I cili mundohet, domethënë bën punë të mira, mirë po këta punë të mira nuk I bën për hir të Allahut të Madhërisëm. Andaj, siç kanë thënë dietarët, I shet thot dy veta, të cilët thot I falin thot 2 rekat namaz. I falin me ruku e me sejdë, njëjtë I falin. Si e bën ky njëri, e bën edhe ky tjetri. Mirë po, dallimi mes tyre, mes këtij të parë dhe këtij të dytit është domethënë sikur toka dhe qielli të Allahut Madhërisëm. Pse është kështu? Për arsye se ky I pari veprën që e bën për hir të Allahut Madhërisëm. Nëse ky tjetri e bën domethënë vetëm për ta shikuar njerëzit, për të fituar lavdatat e njerëzve. Transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një hadith domethënë që e transmeton Imam Muslimi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: njerëzit, kategoriat e para që do të gjykohen para Allahut në ditën e gjykimit. Dhe me ata njerëz domethënë do të kallet zjarri I xhehenemit. Kategoria e parë, ose ti themi njeriu I parë, është një njeri I cili ka rat dëshmor, ka shku në luftë edhe është vrarë. Edhe del para Allahut Madhërisëm. Dhe Allahu ja nxjerr këtë vepër që e ka bë. Ja nxjerr këtë vepër që ka dal, ka luftuar dhe ka vrarë, është vrarë faktikisht. E ka dhënë jetën e tij. Edhe e shef veprën e tij që e ka bë, edhe e njohën. I kujtohet se çfarë vepre ka bë. Dhe Allahu e pyet dhe I thot: "Për kënd e bën këtë vepër?" Thot: "O Zotot, e bëna për ty. E bëna domethënë që ta ngriti fjalën tënde. E bëna domethënë kështu domethënë I përmenden." E Allahu I thot: "Ka rrejt." Thot: "E ke bë këtë vepër që të thonë njerëzit se ti je trim." Domethënë e ke bë këtë vepër që njerëzit thonë ti je heroj, ti je dëshmor dhe ashtu kanë thonë. Të është realizuar domethënë ashtu kanë thonë. Dhe urdhëron pejgamberi dhe urdhëron Allahu I Madhërisëm, melekët e kapin me fytyrë, e hekin zjarr për tokë dhe e gjujnë zjarr. Mirpo nuk duhet të kesh kuptomi, nuk bëhet fjalë këtu për ata të cilët e kanë pas niyetin e sinqertë. Bëhet fjalë për ata të cilët e kanë bërë këtë vepër vetëm për të fituar lavdatat e njerëzve. Kategoria e dytë, ose njeriu I dytë, I cili domethënë do të kallet me të zjarri I xhehenemit. Tha, janë lexuesit e Kur'anit, të cilët domethënë kanë lexuar Kur'an gjatë jetës së vet vazhdimisht. Dhe dal para Allahut Madhërisëm. Dhe Allahu ja nxjerr këtë vepër përpara vetvetes së tij dhe ky e njeh veprën e tij. I kujtohet se çfarë vepre ka bërë, ka lexuar Kur'an. Edhe Allahu e pyet dhe I thot: "Për kënd e ke bërë këtë vepër?" Thot: "O Zot, thot këtë vepër thot e kam bërë për hir tënd." Allahu I thot: "Ke rrejt." Thot: "Këtë vepër e ke bërë që të thonë njerëzit, mashallah, ky lexon shumë bukur Kur'an." Të thonë njerëzit, lexues I mirë I Kur'anit. Të thonë njerëzit se ky din shumë e kështu me radhë. Dhe e urdhërojnë melekët me fytyrë për tokë, e tërhekin zvarr dhe e hudhin në zjarr. Kategoria e tretë, ose njeriu I tretë, I cili domethënë do të dalë para Allahut, do të jetë një njeri I cili ka dhënë domethënë prej pasurisë shumë, ka kontribuar shumë. Domethënë ka dhënë pasurinë për xhamia, ju ka ndihmuar njerëzve, ju ka ndihmuar të varfërve, mirë po këtë vepër se ka bërë për hir të Allahut. Këtë vepër e ka bërë që ta lavdërojë njerëzit dhe dal para Allahut të Madhërisëm. Kur dal para Allahut të Madhërisëm, Allahu ja nxjerr këtë vepër përpara ta shohë dhe e njeh veprën e tij. I kujtohet se e ka bërë këtë vepër. Edhe I thot Allahu I Madhërisëm: "Për kënd e ke bërë këtë vepër?" Thot: "O Zot, thot këtë vepër e kam bërë për hir tënd." Allahu I thot: "Ke rrejt." Këtë vepër thot e ke bërë që të thonë njerëzit bujar, të thonë njerëzit dordhon, të thonë njerëzit se ky jep, ky është gjymert, e kështu me radhë.
dhe çashtu kanë thonë, e ke arrit këtë qëllim. Dhe urdhëron Allah i Madhërisëm që ky njeri i urdhon melekët që ta kapin këtë njeri me fytyrë për tokë, zvarr dhe e gjujnë, domethënë dhe hudhin në zjarr. Dhe tash, para shot pyetja, këta a kanë bërë vepra të mëdha? Padyshim se domethënë kanë bërë shumë vepra të mëdha. Mirë po, niyeti është ajo e cila ja u ka prish shpërblimin e tyre. Që shpërblimin që e kanë pas ta fitojnë te Allahu i Madhërisëm. Për këtë arsye, për herë besimtari duhet domethënë që kur e bën një vepër, të mundohet që ta pastrojë niyetin e tij. Të mundohet domethënë që mos të jetë qëllimi i tij thjesht lavdatat e njerëzve, por të jetë qëllimi i tij domethënë ta fitojë kënaqësinë e Allahut të Madhërisëm. Sepse vepra e cila nuk e ka sinqeritetin, vepra e cila nuk ka sinqeritet te Allahu i Madhërisëm, ajo vepër është afatshkurte. Një ditë për ditë domethënë prishet edhe hupet. Dhe nuk ke kurrë një farë dobie prej asaj. Ti domethënë vjen puna, zgjohesh, fjala bie për namaz sabahit. Apo, a është sakrificë? Padyshim se është sakrificë e madhe. Duhet ta prishësh xhumin, çatëherë kur xhumi domethënë është e kin xhumin në kohën më të mirë. E prishën xhumin. Merr abdes. Del për jashtë, ndoshta havaja, ndoshta domethënë për jashtë është ftohet, por megjithatë e sakrifikon. Del në xhami. Mirë po këtë vepër nuk e ke bërë për hir të Allahut Madhërisëm. E ke bërë për lavdatat e njerëzve, të bëhet kjo vepër hi. Erdhi një njeri te Imam Ahmedi, rahimahullah. Dhe, domethënë, mbasi e krytën e falën namazin e sabahut, biseduan ata, selam aleikum, aleikum selam, si a je mirë. Dhe pyetën Imam Ahmedi këtë njeri dhe i thot, a pushove natën? Ja, thot valla, thot hiç s'kam pushu. Thot pse s'ke pushu? Thot sepse gjithë natën e kom lexu Kur'anin, për një natë e kom kry hatmen. Dhe jam lodh shumë. Gjithë natën e kom lexu Kur'anin, për një natë. Dhe shumë jam lodh. Edhe Imam Ahmedi ja kthen thot, pasha Allah, thot. Për mu thot do të kishe qenë më e dashur, sikur vetëm thjesht ngrihesha natën ti falja vetëm 2 rekat namaz. Edhe prap bisha të flej. Kjo do të kishe qenë më e dashur për mu, se sa të lexoj gjithë natën Kur'an dhe të dal nesër dhe t'ju tregoj njerëzve se unë gjithë natën lexova Kur'an. Domethënë se veprat domethënë besimtari duhet që t'i ruajnë. Duhet të ketë veprat domethënë mes tij dhe mes Allahut të Madhërisëm. Dhe nuk duhet që ai ta synojnë lavdatën e njerëzve. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith që e transmeton Imam Ahmedi, hadithin e transmeton nga Ka'b ibn Malik al-Ansari radhiyallahu anhu. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një hadith dhe e prun një shembull shumë interesant, se si besimtari duhet që ta ruajnë niyetin e tij. Tha, 2 ujë të uritur. Domethënë 2 ujë të uritur. Tha kur hyn në një kope të dhenve, apo ajo kopeja e dhenve natën që i mbajnë mshël. Tha kur hyn tha ajo kopeja e dhenve, 2 ujë. Fillojnë tha edhe çka bëjnë? Fillojnë edhe i masakrojnë ata delet, baktit. Tha këta 2 ujë gjithë natën nuk bëjnë aq dëm kësaj kopeje, sa i bën dëm njeriut dëshira për famë dhe për pasuri. Që do me thonë se, dëshirën për famë njeriu e ka që don të arrijë famë, apo? Dhe fama arrihet nëpërmjet syfaqësisë. Mirë po, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se dëshira për famë, apo nëpërmjet syfaqësisë, ja shkatron fejen njeriut, ja masakron fejen njeriut. Dhe thot, domi i dëshirës për me bë famë të imanit të njeriut është shumë më i madh se sa 2 ujë kur hyn në një kope natën, kur janë ata të uritur, dhe domethënë i hyn asaj kope që ta han ata. Nëse zgjohet pronari i tij nesër në mëngjes, çfarë do të shohë? Kur ti shoh ata baktit, do kretat masakruar, apo? Pamje shumë e keqe, pamje shumë e dhimbshme, apo? Mirë pa tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo tha kurrë nuk është, karshi se çka i bën dëshira për famë, domethënë dëshira për lavdata njeriut imanit të tij. Pra, kjo dëshirë ja shkatron njeriut imanin, ja masakron njeriut imanin. Kështu që domethënë na si besimtar duhet domethënë që të jemi të kujdesshëm që veprat i bëjmë për hir të Allahut të Madhërisëm. A e bën një vepër, si lodhesh, si mundohesh, bëni për hir të Allahut. Çfarë do qoftë namaz, a lexon Kur'an, a jep sadaka, siç tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha besimtari tha kur jep sadaka, dora e gjatë jep, dora e majt nuk e sheh. Domethënë, kjo është në mënyrë, domethënë, që e tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se si besimtari duhet të ketë kujdes se si ta ruane faktikisht qëllimin, niyetin e tij dhe ta mbajë niyetin e tij të pastër.
Kështu që te Allahu kur do dalë njeriu para Allahut ditën e gjykimit dhe siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka bë vepra për lavdatat e njerëzve. Edhe Allahu do t'i thotë këtij njeriu, i thotë këta vepra çka i ke bë. Për kënd i ke bë për filanin dhe për filanin, apo? E thotë shko, thosh kërkoje shpërblimin te ata. Më thonë shko edhe kërkoje shpërblimin tek ata. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përmendi në hadith dhe tha, më shumë ti tha që kam frikë tha për ummetin tim. Tha është tha shirku i fshehur. E than cili është shirku i fshehur o i dërgori Allahut? Tha shirku i fshehur është tha syfaqësia. Dëshira do të thonë për syfaqësi. Do të thonë njeriu ti bëjë veprat e tij për syfaqësi. Kështu që ajo që e rregullon veprën cila është niyeti i pastër. Tha Allahu në Kur'an: "Alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Ata të cilët pasuritë e tyre i japin për hir të Allahut. E japin pasurinë, por e japin për hir të Allahut. Thot kamathali habatin ambatat sab'a sanabil. Shembulli i këtij njeriu që jep këtë pasuri për hir të Allahut është thot sikur kokra e misrit. Apo kur e hudhën, kur e vendos atë në tokë, çfarë ndodhen? Ambatat sab'a sanabil. Kur e hudh thot atë kokrën e misrit në tokë, ajo thot pastaj thot i nxjerr 7 kallin. Wa fi kulli sumbulatin 100 habba. Dhe thot pastaj te çdo kallin, te secili kallin ka thot nga 100 kokra. Nga 100 kokra misër. Do të thonë nga erdh kjo vetëm për një kokre të vetme. Për një kokre të vetme Allahu i shumëfishon në 700. Pse? Sepse Allahu është i mëshirshëm. Allahu është problem shumë. Ti e bën një vepër të vogël, ndërsa ta Allahu do të thonë e gjen shpërblimin shumë të madh. Mirë, po cili është ai sekreti? Sekreti që ta arrish këtë shpërblim kaq të madh te Allahu është sinqeriteti. Është do të thonë që këtë vepër që e bëne, ta bësh do të thonë vetëm për hir të Allahut të Madhërisëm. Dhe jo ta bësh do të thonë që njerëzit thonë se ky është takva, e ky është dordhon, e ky është kështu, është kështu. Asnjëherë. Besimtari do të thonë duhet të luftojnë vazhdimisht sepse shejtani vazhdimisht është në luftë me muslimanin. Shejtani mundohet që kur besimtarit ta bëjë një vepër të mirë, mundohet ta ndalojnë. Dëshiron që të falen një namaz, dëshiron që të lexojnë një Kur'an një send, shejtani e lufton që ai mos e bëjë atë vepër. Mirë, po kur e sheh se nuk ka mundësi ta ndalojnë, e sheh se ky ka vendosur që të falet, ky ka vendosur që të lexojë Kur'an, ka vendosur që të japë për hir të Allahut. Çfarë bën shejtani atëherë? Nuk mbaron këtu lufta. Atëherë mundohet që ta sulmoje, ta luftojë njeriu te niyeti. Mundohet domosdoshmë që t'ia prishë niyetin. Mundohet domosdoshmë që atë vepër që e bëni, që s'u ndali shejtani ta veprojë këtë vepër, mundohet domosdoshmë që ta detyroje, që ky domosdoshmë t'ia prishë niyetin, që këtë vepër që e bën mos sa bëjë domosdoshmë për hir të Allahut të Madhërisëm. Andaj duhet domosdoshmë që na si besimtar të jemi të kujdesshëm. Të jemi të vetëdijshëm se na deri në frymën e fundit jemi në luftë me shejtanin. Deri në frymën e fundit besimtari është në luftë me shejtanin. Dhe shejtani, synimi i tij cili është? Synimi i tij është që ti domethënë të dalish para Allahut pa vepra. Ti para Allahut domethënë të dalish pa asnjë shpërblim. Bën madje qëllimi final i tij është që ti kur të vdesësh, kur ta faktikisht ta dorëzosh shpirtin tënd, ti domethënë shkosh te Allahu me kufër dhe shirk, sepse ai çashtu do ta ketë përfundimin. Për këtë arsye, duhet jemi të vetëdijshëm se ky armik është domethënë një armik shumë i vrasht, shumë i ashpër dhe na si besimtar duhet kemi kujdes që të jemi të vetëdijshëm se ai në çdo moment neve na lufton. Edhe kur dëshirojmë të bëjmë një vepër të mirë, po edhe duke e bërë veprën e mirë, mundohet që të na aprishë niyetin që sa më pak shpërblim me pas të Allahu i Madhërisëm. Elusim Allahun xhaleshanuhu që të na bëjë dobi nga që tham, aqulu qawli hadha walhamdulillahi rabbil alamin.